Për te klikimeve gazetaria online mes performancës dhe cilësisë, kështu titulloi takim organizuar në Shkodër me fokus Median Online. Gjatë raportit zhvilluar, vihet thekë se media online shqiptare po funksionon gjithnjë më shumë në logjikën e performancës digjitale, ku klikimet, algoritmet dhe rrjetet sociale ndikojnë drejt për drejt mënyrën se si ndërtohet dhe shpërndahet informacioni. Është një studim i cili ka zgjatur disa muaj, i cili bazohet në 3 komponent kryesor. I pari është një monitorim i përmbajtjes së 18 portaleve shqiptare për gjatë 3 muajve. Gjithashtu kemi bërë një anketë me përdorues të rinj për të parë se si i qasën ata konsumit të përmbajtjes online. Po ashtu edhe intervista me drejtues të redaksive online, gazetar dhe operator të rrjeteve sociale. Nga studimi kemi kuptuar që clickbaiti është një fenomen i përhapur në median shqiptare, megjithatë ndryshon nga media në media sipas modelit biznesit që ka zgjedhur secila media. Për shembull, kemi konstatuar që ka media të cilat janë të fokusuar kryesisht tek gjenerimi i përmbajtjes, gjenerimi i ndërveprimeve në rrjetet sociale, për shkak se kanë një model të bazuar tek trafiku, po ashtu kemi hasur media të cilat janë fokusuar kryesisht tek cilësia dhe nuk kanë fokusin tek trafiku nga ndërveprimet që janë rrjetet sociale dhe klikimet që mund të vinë nga rrjetet sociale. Audienca mbetet kritike në clickbaitit, po njëkohësisht konsumon përmbajtjet e optimizuar për reagim të shpejtë duke reflektuar ndikimin e ekonomisë së vëmendjes në të gjithë ekosistemin informativ.